I nderuari kryetari i Kuvendit, nderuar deputet, nderuar qytetar. Mocioni I mosbesimit përfshi edhe deklarimin këtë që u dha sot. Konsideroj se është një pamflet politik pas një bazë argumentuese. Është një tendencë që dobësit, keqpërdorimet, dëmet, cilat janë krijuar nga qeveriset e kaluara, përfshirë edhe nga disa individ që e kanë nënshkruar këtë peticion, të ndeshën kësaj qeveri. Kjo sjellje është e papranueshme, ajo mund të shërbej vetëm për larjet e sapeve politike, por faktet në asnjë rast nuk mund të ndryshojnë. Vlerësoj se peticioni ka për pasojë destabilizimin e vendit, përmes krijimit mosbesimit në institucione dhe të krijimit të vakumit institucional, dhe po ashtu ka për qëllim fshehjen e adresave të përgjegjësve për aferat e dëmshme, korruptive dhe dëmet shumë milionshë të paras publike që janë shkaktuar këtij vendi. Faktet janë tjera nga ato që ipen me peticion. Nderuar deputet, ne jemi vendi me normën më të lartë të rritjes ekonomike në region, jemi vendi me pjesëmarrjen më të ulët të borxhit publik në brutoproduktin vendor, jo vetëm në region, por edhe në Evropë. Jemi vendi me policinë më të mirë në rajon, me sukseset më të mëdha të luftës kundër terrorizmit dhe ekstremizmit të lundshëm, të luftës kundër drogës dhe trafikimit të qendrave njerëzore, dhe vendi më I suksesshëm në vitin e fundit me menaxhimin e migrimit. Gjatë këtyre 2 viteve jemi anëtarësuar në shumë organizata sportive, kulturore, ndërkombëtare, në 14 federata sportive, në UEFA, në FIFA, në 5 organizata ndërkombëtare të kulturës, kemi 5 njohje të reja të shtetit tonë, kemi fituar kodin telefonik shtetëror për herë të parë, kemi krijuar kushte që ligjet e Kosovës të aplikohen në tërë territorin e Republikës Kosovës. Nëse ndalemi në fusha të caktuara, mund të them se kjo qeveri e ka marrë ekonominë me rritje ekonomike vjetore prej 1.2%, dhe si rezultati reformave, për cilat po flitet se nuk janë bërë si duhet, por janë bërë shumë mirë, përfshi edhe reformat fiskale rritja ekonomike në vitin 2015 dhe 2016 arrin 4% si mesatare vjetore dhe ka gjeneruar nga investimet private që në investime shumë të qëndrueshme dhe cilësore. Ne kemi trashëguar borxhet e paparaqitura në buxhet, kur kemi marrë qeverisje në shumë prej 140 milion euro. I kemi plotësuar gjitha ato borxhe dhe kemi rrit buxhetin për 400 milion gjatë këtyre 2 viteve si të hyra vendore. Në anën tjetër, ne ju kemi falë qytetarëve të Republikës Kosovës 400 milion euro dhe bizniseve si borxhet vjetra, duke krijuar stabilitetin buxhetor, sepse edhe përkundër kësaj ne kemi rrit buxhetin gjatë këtyre viteve. Kemi arritur marrëveshje me Fond Monetar Ndërkombëtar, si një marrëveshje shumë të rëndësishme, dhe nga kjo marrëveshje Kosova ka siguruar 700 milion euro investime kapital. Kemi bërë marrëveshje me institucionet financiare ndërkombëtare me qindra miliona euro, siç është Fond Monetar Ndërkombëtar, Banka Botërore, qeveritë e vendeve si është Franca, Hungaria, Gjermania, Komisioni Evropian, Bergji, Banka Gjermane për Zhvillim dhe shumë subjekte tjera. E gjithë kjo flet për kredibilitetin e kësaj qeverie, sepse askush s'bën marrëveshje me një qeveri e cila nuk është kredibile dhe nuk është stabile. Kjo qeveri mund të them se e ka kthy timonin ekonomik të këtij vendi nga Turqia, ka vendet perëndimore, duke siguruar relacione ekonomike, tregtare dhe financiare me vendet perëndimore. Buxheti I Kosovës për herë të parë ka rrit vlerën për 2 miliardë euro. Vetëm në vitin 2016 janë themeluar 10.500 biznise të reja dhe kemi normën më të ulët të shuarjes së bizniseve në region.
kemi realizuar fondin për garantimin e kredive, e kemi 4 fishimin e bizniseve me pronar të huaj dhe kemi 2 fishimin e bizniseve me pronare gra. Investimet e huaja gjatë këtyre 2 viteve në 543 milion euro. Ne kemi licencuar 8 zona ekonomike dhe kemi kryuar kushte për zhvillim ekonomik. Kjo qeveri është ajo që ka vënë dialogun e drejt për drejt me bizniset. Dhe gjitha politikat ekonomike i kemi ndërtuar në partneritet me odat ekonomike, me asociacionet e bizniseve dhe me çdo biznes individualisht. Rritja e investimeve private ka gjeneruar 41.000 ose 21.000 vendet punës në këto 2 vite. Gjitha këto vendet punës janë vendet treja me emër dhe mbiemër. Në bujqësi, po ashtu janë krijuar shumë vendet punës, kurse vetëm përmes punësimeve sezonale jashtë janë punësuar 7.500 vetë gjatë një vit. Në 3 javët e parë të qeverisjes, jemi ballafaquar me problemin e trepçes. Këtë problem nuk ka pasur guxim dikush ta zgjidh për 14 ose 15 vjet më parë, por e kemi zgjidh ne në këtë kuvend bashkarisht. Në tetorin e vitit kaluar kemi nxjerr ligjin për trepçen. Ky ligj ka përfshirë praktikat më të mira qeverisjes kompanive të tilla. Ky ligj e pavarëson trepçen duke bërë shoqëri aksionare dhe ky ligj për herë të parë ju mundson punonjësve trepçes që ata të jenë aksionar të trepçes. Dhe pashtu kemi aprovuar edhe ligjin për investime strategjike si ligj shumë të rëndësishëm. Sektorin e bujqësisë e kemi përkrahur në masën më të madhe krahasuar me ndonjëherë pas luftës. Është arritur punësim në bujqësi, janë arritur investime në sektorin primar në bujqësi, janë arritur kultura treja bujqësore dhe zavendësimi i rëndësishëm i importeve me produkte të brendshme. Është nxitur dhe është arritur që të mbillet toka në Kosovë, që është me rëndësi shumë të madhe. Institucionet financiare ndërkombëtare, si Banka Botërore, Freedom House, Heritage Foundation, e shumë të tjera për herë të parë në historinë tonë pas luftës, kanë raportuar për përmirësimin e dhanave ose treguesve ekonomik në Kosovë. Termocentrali Kosovë e Re për herë të parë është afër nënshkrimit të tij dhe fillimit të ndërtimit. Ndërkaq, ne kemi kompletuar linjën e interkoneksionit me Shqipërinë, janë 10 projekte të energjisë ripërtritshme dhe të eficiencës në energji. Kemi përfunduar 70% autostradës për Shkup, kemi filluar punë për ndërtimin e rrugës për Podjevë, janë vazhduar punimet e rrugës 5 Mitrovicës dhe shumë shpejt do të fillojnë edhe ndërtimi i autostradës për Xhila. Në politika sociale, për herë të parë kjo qeveri ka siguruar pensionet për veteranët e UÇK-s dhe kemi arritë që këtë të harmonizojmë edhe me Fond Monetar Ndërkombëtar. Në vërtet kemi rritur pensionet e kontributëdhënësve deri në 75%, prej 25 deri në 75 dhe kemi rritë ndihmat sociale për 25%. Kjo qeveri ka nënshkruar qeveria parë që ka nënshkruar marrëveshjen e stabilizim asociimit me Bashkimin Evropian si marrëveshje të parë kontraktuale me BE-n. E kemi aprovuar marrëveshjen në vërtet strategjinë e agjendave të reformave evropiane. Kemi arritur marrëveshjen e parë kornizë për qasjen e Kosovës në programet e Bashkimit Evropian. Marrëveshja Frontexit, si marrëveshje e parë me një agjencion të BE-s, është nënshkruar nga Ministria jone e Punëve të Brendshme. Kjo qeveri ka arritur që të përmbyll 94 kritere nga 95 kritere për liberalizimin e vizave. Ka mbet vetëm kriteri fundit i ratifikimit marrëveshjes demarkacionit me Malin e Zi. Kemi arritur pashtu ta përparojmë procesin e Berlinit dhe të përfitojmë nga ky proces. Kjo qeveri ka iniciuar dhe ka përmbyllur ciklin e ndryshimeve ligjore për pavarësinë e plot gjyqësorit dhe të sistemit prokurorial. E kemi shtuar buxhetin dhe kemi përkrahur maksimalisht iniciativat dhe projekcionet e sistemit drejtësisë për forcimin e shtetit ligjor. Kemi përkrahur projektet e policisë për rritjen e efikasitetit të tyre në luftën e krimit dhe do të vazhdojmë investimet në pajisjen e policisë me pajisje moderne për lehtësimin e punës së tyre të përditshme.
Kemi filluar pashtu dhe procedurat e blerjes helikopter. Kemi bërë ndryshime ligjore për ligjin e OSHP-s për të larguar njerëzit në ndyshim për përfshirjen në afera korruptive dhe me procedura penale të iniciuar. Kemi suspenduar 10 zyrtar deri në nivel ministrash në momentin që kemi kuptuar zyrtarisht se janë ngritur akuzat ndaj tyre. Kemi refuzuar gjitha propozimet për emërimin postet qeveritare të individëve me akuzat të ngritura. Kemi nënshkruar memorandumin e bashkëpunimit me ambasadën e Mbretërisë Bashkuar për angazhimin e kompanive të tyre, për mbështetjen e procesit regrutimit dhe punësimit zyrtarëve të lartë dhe të emërimit të bordeve të kompanive publike. Gjatë emërimeve po zbaton gjitha kriteret ligjore dhe ato të meritës. Për herë të parë, kemi filluar aplikimin e prokurimit elektronik me qëllim të zvoglimit mundësive të shpërdorimit dhe të manipulimit në aktivitetet e prokurimit. Sa i përket korrupsionit, për herë të parë është shënuar përmirësimin luftën kundër krimit dhe korrupsionit, këtë e njohin edhe gjitha institucionet ndërkombëtare, Komisioni Evropian, Banka Botërore, Freedom House, Heritage Foundation. Komisioni Evropian ka konfirmuar se kemi plotësuar kriterin e luftës kundër korrupsionit si kriter për liberalizimin e vizave. Nderuar deputet, nderuar qytetarë, kjo qeveri nuk ka pas asnjë rast korruptiv. Është diskutuar edhe për reformatimin e qeverisë. Edhe në këtë aspekt janë bërë ndryshime të rëndësishme. Janë bërë ndryshime në emërimin e reja të 2 zëvendëskryeministrave, të ministrit punëve të jashtme, të ministres për integrim evropiane, të ministres për drejtësinë, ministrit për kthim dhe komunitete, ministrit për të mjedisit dhe planifikimit hapësiror, ministrit pushtetit lokal dhe të disa zëvendësministrave. Kjo qeveri, pashtu ka trashëguar pasojat e disa parregullësive në të kaluar. Cilat janë këto parregullësi, cilat flitën opjen, është Z-Mobile. Kontrata me Z-Mobile është lidhur me 16 janar të vitit 2009. Se cili pajtohemi, se kjo kontrat ka qenë dhe është e dëmshme për PTK-n dhe për Kosovë. Në nënshkrues të kësaj kontrate do duhet të ishin përgjigjur për lidhjen e kontratave të dëmshme. Pasojat e kësaj kontrate janë të njohura. Edhe ju dini dhe ne dim, dhe siç kemi theksuar edhe më herët, kjo çështje i takon drejtësisë dhe apeloj tek drejtësia që të vazhdoj ta trajtoj, të hetoj dhe përgjegjësit të vejë përpara. Aksosi. Procesin e tenderimit të aksosit e ka drejtuar qeveria kaluar dhe kuvendi kaluar. Ky proces ka dështuar në vitin 2013. Qeveria që unë udhëheq ka menaxhuar në mënyrën më të mirë pasojat e kësaj padije dhe me një kosto më të ulët të lirë të mundshme, kemi siguruar mbrojtjen profesionale të interesave të Republikës Kosovës përballë një padije të padrejtë, të pabazuar. Do të them se janë një numër i atyre që ngrisin shqetësimin për aksosin, por që në fakt do të gëzoheshin në rast se aksosi do të përfitonte çfarë do shumën nga kjo padi. Është e njohur se aksos ishte më shumë një mashtrim se sa në fakt një investim, por asesi nuk ka mundur që aksosit ndodhë dhe bëhet pa disa njerëz nga këtu të implikuar në interesat e përbashkëta me këta të aksosit. Pasaportat. Edhe rasti pasaportave, që një mashtrim dhe mjerisht një epilog skajshmërisht i dëmshëm për buxhetin e Republikës Kosovës dhe qytetarët të saj. Është zhvilluar dhe është udhëhequr si proces tenderimin kohën kur ne nuk ishim qeveri dhe as LDK nuk ishte përgjegjëse për këtë ministri. Edhe koha dështimit të këtij procesi, vjedhja 1.5 milion eurove ka ndodhur në kohën kur nuk ishte kjo qeveri. Për më tepër, as procesi selektimit kompanisë për mbrojtjen e interesave të Republikës Kosovës nuk ka ndodhur në kohën e kësaj qeveri. Vazhdimisht kanë përsëritur kërkesën që institucionet e drejtësisë dhe gjithë abuzuesit me paranë publike
të përgjigjen pranë këtyre institucione. Ata që me veprimin ose mos veprimin e tyre i kanë shkaktuar dëm buxhetit Republikës Kosovës. Unë mendoj se kësaj kërkesit duhet i bashkangjitet çdo deputet, jo peticion, sepse parat janë qytetarëve tanë dhe ju keni për detyrim të mbroni interesat e qytetarëve të Kosovës. Drejtimi i gishtit, përfaqësimin e qeverisë që unë udhëheq, është tentim për të kamufluar realitetin, është tentim për të shpërblyer ata që kanë abuzuar me paranë publike. Sa i përket forcave të sigurisë Kosovës, unë mund t'ju garantoj se gjithë infrastruktura ligjore gjatë mandatit kësaj qeverie është hartuar dhe është përmbyllur për transformimin e FSK-s në Forcët Armatosur të Kosovës. Për më tepër është siguruar buxheti për të rritur investimet në pajisje dhe për të siguruar avancimin profesional të pjesëtarëve dhe menaxhmentit forcave të armatosura të Kosovës. Që nga marrja mandatit, në vazhdimsi janë mbajtur takimet me pjesëtarët e komunitetit jo shumicë për të siguruar mbështetjen e tyre për ndryshimet kushtetuese si dhe domosdoshmëri për të hapur rrugë transformimit të FSK-s në forcë armatosur. Në koordinim me partnerën e koalicionit, të udhëhequr në atë kohë nga presidenti aktual i vendit, janë shqyrtuar dhe mundësi tjera për themelimin e ushtrisë, respektivisht përmes ndryshimeve ligjore. Ishte dakordimi i përbashkët që të shndrohen gjitha mundësitë, në vërtet shterren gjitha mundësitë para se të procedohet me alternativën e fundit. Kjo alternativë më vonë iniciuar nga presidenti dhe qeveria për krahu këtij. Brenda avatit kohor, ministrit përkatëse kanë përcjellur opinionet e nevojshme në kuvend për procedimin e ligjit. Ky ligj sot gjendet në kuvendin e Kosovës dhe ne shpresojmë se ai do të vazhdojë të trajtohet. Ata që kërkojnë mosbesim ndaj qeverisë, sigurisht se janë pajtuar se iniciimi i themelimit të ushtrisë nga presidenti mbetet vetëm në sferën e protagonizmit, sepse shkura në zgjedhje të reja eviton procesin e themelimit të ushtrisë Kosovës. Nderuar deputet, flitet këtu për vendime të mëdha që ky kuvend dhe qeveria janë treguar të pazonja të marrin vendime të mëdha. Qeveria deri më tani ka proceduar këtij kuvendi 165 projekt ligj. Qeveria ka marrë vendime shumë të rëndësishme. Qeveria ka nënshkruar marrëveshjen për stabilizim asociim me Bashkimin Evropian. Qeveria e ka miratuar marrëveshjen për shënimin e vijës kufitare me Malnezi. Qeveria ka ndërmarrë reformat më të mëdha dhe më të substanciale financiare të pranuara tërësisht nga biznesi. Qeveria ka aprovuar programin kombëtar të reformave ekonomike. Qeveria ka përgatitur buxhetin për mbi 2 miliard euro për Kosovë. Qeveria i ka rrit pensionet dhe ndihmat sociale. Qeveria i ka përmbush 94 kritere nga 95 kritere për liberalizimin e vizave. Qeveria ka përgatitur sigurimet shëndetësore të cilat do të hyjnë fuqi nga 1 korriku i këtij viti. Kjo qeveria ka shpëtuar Trepçën nga falimentimi dhe ka përgatitur ligjin më të mirë për Trepçën. Asnjë vendim i qeverisë nuk është vonuar dhe nuk është marrë pa pajtimin e anëtarëve të qeverisë. Të kësaj qeverie që është qeveria e koalicionit. Sa i përket vendimarrjeve më të larta, unë atë adresoj te kuvend. Sepse asnjë mbledhje këtij kuvendi s'ka filluar me kohë, ashtu siç filloi edhe kjo mbledhje. Më shumë deputetët rrinë në byfe se sa rrinë në sallë. Dhe qeveria këtë s'mund ta korrigjoj. Në këtë kuvend kemi shumë deputet që kanë probleme me ligjin. Dhe është pikpyetje se si munden që për ligjet vendosin ata, cilët do të përgjigjen për ligjit. Në qeveri nuk ka njerëz të korruptuar, pa marrë parasysh se cilës partia. Në qeverin time nuk ka ministra që kanë klientelën e tyre, pa marrë parasysh se cilës partia. Në qeverin time nuk ka aferan për asnjë individ. Prandaj unë mburrem me njerëzit me cilët kam punuar, janë njerëz të mirë, janë njerëz dishëm, nuk janë kriminal, nuk janë bandit. Prandaj edhe na kanë gjuajtur gjithë neve, na kanë gjuajtur me vezë,
na kanë gjuajtur me gur, na kanë gjuajtur me molotov, sepse ne nuk kemi banda që na mbrojnë, por neve ju nënshtrohemi institucioneve të Republikës Kosovës që institucionet të marrin masat e tyre dhe ne jemi në duart të institucioneve të Republikës Kosovës. Dhe po përfundoj, pa marrë parasysh epilogun e këtij mocioni, ne do dalim fitues. Jemi të suksesshëm, jemi të pastër dhe jemi të drejtë. Dhe kjo do ta mbanë pastërtinë e këtyre antarëve të qeverisë dhe kësaj qeverie, pa marrë parasysh se çfarë do të vendosë ky kuvend, dhe unë edhe njerë them se unë jom shumë falenderues për bashkëpunëtorët e mi dhe e vlerësoj punën e tyre. Falenderoj shumë.